Muku, ke përdorur një muzikë që e kanë komentuar edhe njerëzit që ishin pjesë e sallës dhe thanë që pse kjo muzikë kur realisht në të vërtetë ka disa materiale që ti me anë të muzikës i bën më dramatike, por ndërkohë këto materiale si kishat nevojshme thanë sepse drama ndihet nga ne për ditë. Pse e zgjodhe këtë pjesë? Fillimisht mbas një lufte të gjatë me Florinin që çfarë muzikë duhet t'i vendosim në dokumentarin, i thash dhe thjesht një përgjigje të shkurtër, thash të vendosim këtë muzikë sepse kjo muzika më frymëzon nga betonierët. Nga zhurmë. Nga zhurma e betonierë, pra ai baselini që dëgjojmë aty, ajo kërcitja e zhurmave aty është një reflektim që unë e pata nga gjithë betonierët që dëgjoja në rrugë. Pra, çdo element që është përdorur në dokumentar është një input që unë e kam marrë nga jeta e përditshme. Pra, duke filluar që nga kjo që njerëzit i sfulmojnë, muzika, planet e dronit që unë i vendos në të njëjtën mënyrë dhe pothuajse në të njëjtin kënd siç është bërë propaganda e bashkisë. Pra gjithë këto inpute më bën të kuptoja që dokumentari duhet ndërtuar në një mënyrë të tillë që dhe ai person që jeton në Shqipëri që s'ka ardhur kurrë në Tiranë ta kuptojë çfarë po ndodh në këtë shtresë të bulevardit, por dhe ai që ecë për ditë në midis këtij bulevardi të ngrej kokën edhe të fillojë të shikojë çfarë rrethohet. Elementet që ne përdorëm ishin elementet e kinemas, kinematografia shumë e bukur, për të ndërtuar një historie e cila do i shërbente një narrativë në fund. Por ne çfarë vendosëm? Vendosëm që narrativën në fund mos ta tregojmë neve. Thjesht ja lëm gjithë mesazhin, le ta përcjellë vetë audienca.